Tani të shohëm çfarë ngjyre ka gjaku i menstruacioneve. Dikush mund të habitet, edhe të thotë mirë, edhe këtë e kanë diskutuar dietarët, edhe çfarë gjaku. E kanë diskutuar sepse kjo ka të bëjë edhe me dispozitat e shariatit, ama kryesore ka të bëjë edhe me dispozitën apo kushtin themelor të islamit, namazin. Siç do të vijë në vijim, gruaja kur është në menstruacione, në të përmuajshmet, a duhet falet? Nuk duhet falet. E kjo do të thotë se ka të bëjë me një kusht themelor islam, që është namazi. Prandaj ai gjak duhet dihet se si është, çka është, edhe këtë me radhë. Andaj dietarët thonë, pra ka të bëjë edhe me haxhin, ka të bëjë me çdo rregull, ka të bëjë edhe me agjërimin, me kretë dispozitat e fikut islam ka të bëjë. Andaj, thot dietarët apo fukahat në përgjithësi janë në ujdi se i përket gjakut të menstruacionit, thot është i kuq dhe më tepër anon në ngjyrën e zezë. Ka erë të keqe, por edhe e verdha dhe e turbullta e saj konsiderohet menstruacion. Shpesh vjen ka disa njerëz edhe pyesen, thonë, valla hoxha, kjo që është e turbullt, del turbullt, nuk del gjak, do më thonë, si që e përmendëm, gjak që anon ka e zeza, a është menstruacion? E turbullt, po menstruacion është. Derisa gruaja nuk i shef të bardhat, deri atëherë me kusht, nëse nuk i ka kalu atë afatin që është, sa është, ku i kujtohet? 15 ditë, ashtu? Si 15? 10 në gjenës mbas hanefive? 10 ditë është, po. Pra nuk është 15, ajo është si mbas shafive. Pra, pakicja e saj, si është ta tregojmë pakës më vonë, minimumi i saj është 3 ditë, ndërsa maksimumi është 10 ditë. E tash, a do të thotë patjetër të rrjedh, në më thonë, gjaku i zi deri në fund, jo. Herë mundet do më thonë të se edhe i verdh, ose i turbullt, edhe konsiderohet prej menstruacioneve konsiderohet. Andaj, derisa nuk i shef të bardhat, do më thonë diçka të bardh, nuk i paraqitet gruas, dhe nuk kanë kalu për shembull 10 ditë, dhe nuk kanë kalu 10 ditë, se si të kalojnë 10 ditë, atëherë do më thonë, pa marë parasysh, edhe pse rreth, atëherë nuk është gjak i cili del nga mitra. Atëherë ka problem. Atëherë është i thonë istihadha, për atë që dhe të folim, inshallah, dhe për istihadha, do më thonë gjak i cili del si pasoj e ndonjë smundje, ka çrregullime gruaja. Do më thonë të kontrollohet te mjeku. Kur themi te mjeku, do më thonë te mjekja, mjekeshtese, grua të jese. E jo do më thonë të kontrollohet pas asnjë farë nevoj, duke pas plot gra, a dhe shkojnë të burat. Ajo do më thonë është e katastrofë, nuk ka asnjë farë të drejtë. Pra, thot, ka erë të keqe, e verdha dhe e turbullta e saj konsiderohet nga hajdi, do të thënë nga menstruacionet. Kjo është mendimi i shumicës së dietarëve, Hanefit, Shafit, Malikit dhe Hanbelit. Do të thënë kështu e definojnë.
duke u bazu në fjalët e Hazreti Aishas radiallahu anha, ku ajo thot, kunna na'uddu sufra, ne thot e konsideronim edhe gjakun e verdh, edhe të turbulltin e konsideroshim nga hajdi, do më thënë nga të përmuajshmet. Ndërsa Ebu Jusufi, nxënësi i Ebu Hanifës, thot se e verdha është konsiderohet prej të përmuajshmeve, ndërsa e turbullta nuk konsiderohet nga të përmuajshmet, përveç nëse përpara saj ka pas gjak. Nëse para asaj ka pas gjak, atër po.